asociacioni më mdo këtë si idea e grupat interese euroatlantike, edhe me zotri Ahtisari, edhe me kushtetutën jonë, sepse më mdo këtë tepër e nevojshme shumicën në shtetin e Kosovës. Me kuptu që pavarësinë e kemi kuptu jo veç për ne shqiptarët, që brenda e këtë shteti do t'jetoj edhe serbt edhe tjerat komunitetet. Ne tash për tash, ne kemi diçka që nuk është reale në veriu e vendit. E kemi institucionat qendrore cilat janë tu ignoru 100% institucionat jonë, e shtetit e Kosovës, kryetarët e komunave në veriu e vendit, edhe krejt stafin e komunave, që do me thonë me asociacionin, me të cilin zotri Kurti mu mdo këtë kehin në betej prej ditën e parë, sa je kemi prolongu ne si shtet, është para neve tash si një obligim ndërkombëtar. Pse ne e kemi këtë blokad 2 vitore nga institucionat qendrore, nuk e dim, por ekziston edhe ajo paragjykimi brenda e komunitet serb në veriu, që zotri Kurti vetje të bleku ato, sepse kur formojmë institucionat qendrore, që do me thënë kur kemi presidentin, kryeministrin, administrata evropiane do të insistoj në zbatimin e Ohrit, që do me thonë do të erdhëm në për ato hapat e fundit për zgjedhjet përfundimtare për statusin e shtetit e Kosovës edhe nga ana e shtetit e Serbisë. Serbia deri tash de facto e ka pranu pavarësinë e shtetit e Kosovës, me përbushjen e ato 10 nenat që e ka pas si obligimet. Ekziston edhe disa kuptueshme, por Prishtina duhet me apliku për ata. Tash e kemi veç edhe 2 sendet. Zyrtare Serbia me pranu de jure shtetin e Kosovës, edhe shteti jonë me nis me formimin e asociacionin.